Gratë që formojnë vlera zhvilloi edicionin e 9 të saj, ku 11 gratë të suksesshme në fusha të ndryshme u vlerësuan me çmim për kontributin e dhënë gjatë këtij viti. Ky aktivitet, që organizohet nga lëvizja Gratë që formojnë vlera, ka si qëllim promovimin e grave. Qëllimi i këtij aktiviteti është me promovu gratë të suksesshme shkodrane në fusha të ndryshme. Ata që janë krenaria Shkodrës, ata që kanë punu shumë, që kanë dhënë kontribute, që respektohen, që vlerësohen, që kanë një CV të jashtëzakonshme dhe çdo gjë të bukur që kanë bërë për Shkodrën. Deri tash kena promovu 77 zonja nga tana, domethënë profesionet, dhe si mjet promovojmë edhe 11 të tjera dhe numri shkon në 88. Është një numër shumë i konsiderueshëm. Shpresojmë që vitin tjetër të bëhen 100 të plota, se kena edhe 10 vjetorin. Zonjat të cilët u nderuan me çmim vlerësojnë këtë event, që tashmë është kthyer në traditë. Një herë do forcoj gjitha gratë, se gjitha janë gratë të cilët kanë kontribuar në qytetin e Shkodrës, gratë të forta dhe shumë të zonja. Falenderoj zonjën në Farida, e cila këtë aktivitet për kjo lëvizje ka vërtet shumë vlerë, pasi duke rishtjellë kontributin e këtyre grave, tregon se sa rëndësishme janë këto për jo vetëm për qytetin, por për gjithë komunitetin. Respekt dhe mirënjohje për gjithë ata që na kanë vlerësuar punën tonë. Njihem shumë e nderuar që marr pjesë në këtë eveniment të rëndësishëm të grave shkodrane. Shme të promovosh sidomos vlerat e gruas shqiptare, nanave, të motrave, është një dhuratë, është diçka e veçantë. Sot është një ditë e veçantë në fakt për të gjithë ne zonja që jemi të ftuara sot këtu, sepse për vetë faktin, jo vetëm që jemi gratë të mbledhura këtu intelektualit qytetit Shkodrës, por sepse gjithë këto gra kanë dhënë një mesazh në fusha të ndryshme, në profesione të ndryshme. Jam shumë e nderuar dhe e vlerësuar që jam sot këtu. Në fillim të këtij aktiviteti u mbajt një minutë heshtje në kujtim të ikonës së kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa, që u nda pak ditë më parë nga jeta, ndërsa pjesë e këtij edicioni u bën edhe gratë të suksesshme jo vetëm nga Shkodra, por edhe nga vende të tjera shqipfolse si Kosovë dhe Mali i Zi.